Bëhu më konfident, kjo video është për të, ti që po e shikon këtë video. Ndoshta nuk e ndjen veten të plot, ndoshta të ka munguar besimi për një kohë të gjatë, ndoshta je lodhur duke e krahasuar veten me të tjerët, duke parë jetët perfekte në rrjetet sociale dhe duke ndjerë sikur ti nuk je asgjë në krahasim me ta. Por e vërteta është kjo, nuk është jeta jote ajo që është e vogël, është besimi yt që është i dobët, dhe besimi nuk është diçka që ta jep bota, ai ndërtohet brenda teje. E vërteta e vetbesimi nuk është zhurmë, nuk është të kesh. Shumë miq, shumë para apo shumë pëlqime, vetbesimi nuk është maskë, nuk është të bëhesh sikur je mirë kur brenda je duke u thyer. Vetbesimi është heshtje e thellë, është një zë i brendshëm që të thotë, unë e di kush jam. E di sa vlej. Dhe nuk kam nevojë për miratimin e askujt për ta besuar këtë. Pse na mungon vetbesimi? Sepse jemi mësuar të dëgjojmë zërin e botës, jo të zemrës, sepse që fëmijë na është thënë, mos u mbur. Mos fol shumë. Mos e ngrit zërin. Ul kokën. Dhe kështu. Ne mësuam të heshtim, të kërkojmë leje për çdo gjë, të ndjejmë faj kur duam më shumë, të mendojmë se të duash veten është egoizëm, kur në fakt është shpëtim. Sy i ndryshon gjithçka ndryshon kur ndalon së pranuari i parë. Kur nuk e toleron më mungesën e respektit, kur zgjedh të mbrosh veten, të kërkosh më shumë, të veprosh ndryshe. Ndryshimi vjen kur ti i thua vetes, unë nuk jam më armiku im, nuk do të flas më keq me veten time. Nuk do të quaj veten budalla, i padobishëm, i shëmtuar, apo i vonuar, jo më. Nga ai moment, ti bëhesh aleati yt dhe kur je në anën tënde. Askush s'të mposh dot ushtrime për të rritur vetbesimin, mbaje premtimin ndaj vetes, thuaj, do ngrihem nesër në 7. Ngrihu, thuaj, s'do humbas kohë me njerëz negativ. Mbaje, sa më shumë të mbash fjalën tënde, aq më shumë truri yt do të besoj, ky njeri është i fortë. Ky njeri është i besueshëm. Foli frikës, zëri i frikës nuk do të zhduket, por ti mund ta ulësh volumin, thuaj, e di që kam frikë, por gjithsesi do veproj. Dhe e vërteta është kjo, guximi nuk është mungesa e frikës, por veprimi përballë saj. Dil nga zona e rehatis çdo ditë, bëj një gjë që të tremb, fol me një të panjohur, apliko për një punë që të duket shumë, shko vetëm në një ambient të ri, sa më shumë të provosh gjëra të reja, aq më shumë vetja jote do të rritet. Filozofia e njeriut të sigurt në vete, vetbesimi i vërtet nuk vjen nga jashtë, jo nga bukuria, jo nga diploma, jo nga statusi, por nga dija e thellë, unë jam i mjaftueshëm, pa pasur nevojë të krahasohem me askën. Kur je i sigurt në veten tënde, ti nuk ka nevojë të bërtasësh për t'u dëgjuar, nuk e nënvlerëson askën për të ndjerë veten më lart, nuk ke frikë të thuash jo. Nuk kërkon të jesh dikush tjetër, sepse ti e ke kuptuar, nuk ka askën tjetër si ty dhe kjo është forca jote, bëhu ai person që ti kur nuk e pat, nëse të mungoj dikush që të motivonte, bëhu ti ai njeri për veten. Nëse askush nuk të tha je i vlefshëm, thuaja vetes çdo ditë, nëse askush nuk të mbështeti, ti je mbështetja jote tani, mos e pres më shpëtimin nga jashtë, ti je shpëtimi yt, një thirrje e fundit, zgjohu, jo fizikisht, por shpirtërisht. Mos i jep më vetes një jetë të vogël kur ti je krijuar për madhështi, mjaft u fshehe, mjaft u fshive pas dyshimeve, dil në dritë, tregoje veten, foli botës, por mbi të gjitha, foli vetes me dashuri dhe forcë. Ti je më shumë se e mendon, dhe kjo botë ka nevojë për versionin më të sigurt, më të vërtetë dhe më të ndritur tëndin, prandaj. Bëhu më konfident, jo për t'u dukur, por sepse ti je, sepse ti i vlen, sepse ti i meriton.